Gripi është një sëmundje respiratore e cila mund të ketë pasojë serioze veçanërisht për moshkrit. Situata virale e ngarkuar muajin e parë të vitit për disa persona ka kaluar me komplikime duke prekur sistemin respirator. Problematikat janë nga më të lehta, nga një rrufë lehtë deri në problematika me pneumoni, bronkopneumoni dhe komplikacione të rënda tek të sëmurët që kanë sëmundje kardiovaskulare, sëmundje renale, diabetin, të cilët e kalojnë shumë më keq se personat të shëndetshëm. Patjetër marrja e antibiotikëve në shumë raste dhe shtrimet në spital për këto raste kanë qenë vendimtare mbasi nuk kanë mundur të mjekohen në shtëpi ose ambulatorisht. Për të mbrojtur nga gripi, mjekët rekomandojnë vaksinimin kundër gripit, si dhe zbatimin e një sër masash për të mbrojtur. Këshillat janë pothuajse të njëjta, duhet gjithmonë distancim, mbajtja e maskës, larja e duarve, mos marrja pjesë në aktivitete ku ka njerëz të smur me grip. E rëndësishëm si çdo vit është dhe vaksinimi me vaksinën e virozave sezonale. Më të rrezikuar nga gripi ngelen fëmijët e vegjël dhe të moshuarit, shtatzanat dhe njerëzit me sistem imunitar të dobësuar dhe persona me sëmundje kronike të zemrës, mushkrive apo diabet.